Sot e 33 vite më parë, sy pa trembur për të mos vdekur kurrë, bie në altarin e lirisë heroi i Kosovës Alosh Nezir Kryeziu, duke qenë në shërbim të luftës për lirinë e Kosovës dhe për bashkim kombëtar. Në këtë ditë për kujtimin sot do të buan shumë luftëtar lirie dhe bashkëluftëtar të tij dhe idealit të Alushit. Për veprimtarinë e heroit Alosh Kryeziu, fillimisht ka përshëndetur generali i luftës Rushdi Saramati, duke rikujtuar rënien e këtij heroi për liri dhe të luftës së Kosovës për një bashkim kombëtar. Ai ka luftuar që Kosova të jetë në frymën e këtyre heronjeve e jo të krijojë ndasi tani. Të flasësh për Alushin sot është e vështirë, sepse edhe vetë jam i shgëni me sakrificën tonë, edhe për na vjen keq e rënd, edhe për gjakun që kemi dhënë, edhe për burra që kanë ra. Kemi ra për një punë tjetër, për një Kosovë tjetër, për një bashkim kombëtar e jo për një përçarje të përgjithshme të kombit shqiptar. Atëherë, duhet të dinë njerëzit kur vijnë këtu se me çfarë të pajisen. Për Alushin me fol, thash është vështirë. Nuk thuhen të gjitha që i ka bërë Alushi për çështjen tonë të përgjithshme. Në këtë vend ju vun prita atij atëherë, dhe u vron nga kriminalët e Titos, Miloševićit, të gjitha tyne që kanë qenë në pushtet të këtu të na. Kurse evokime ka rikujtuar edhe bashkëluftëtarja që nga ditët e rinia hershme zonja Sania Rexha, e cila evokoi pjesë nga veprimtaria e heroit Alosh Kryeziu, duke potencuar se ai do të mbetet një llambadar lirie. Po sot është një ditë e veçantë, është një ditë e krenarisë, e cila kujtesa historike edhe na ka bashku, sot ta kujtojmë shokun tonë, bashkëluftëtarin e bashkëdhëntarin Alosh Kryeziu. Ishte viti 1992, kur asaj kohe pas një rezistence të madhe, ra në altarin e lirisë Alosh Kryeziu. Pa dyshim që jemi dhe ndihemi krenar, dhe krenaria na përcjell për gjithë jetën, që ishim pjesë e rrugtimit të krenarisë së rrugës për qëllimin e Adheut, së bashku me Alosh Kryeziun dhe shokët e tjerë. Alushi ishte një personalitet shumë specifik dhe i veçantë, ku me heroizmin e tij, ai në momentet me të rëndësishme të kombit tonë e përçaj mesazhin në çdo shtëpi të kombit tonë, madje edhe të çdo shtëpi në botën ku jetojshin, në botën e jashtme ku jetojshin shqiptarët, se vetëm ka filluar një organizim për luftën shtirëtare të Kosovës. Andaj, ndihem shumë e privilegjuar, prill 1992, atëherë kur isha edhe prezent në varrimin e bashkëluftëtarit tonë, ndihem e krenar edhe sot edhe gjithë jetës, që edhe populli është krenar për bejtë të tij që vazhdimisht në përbreza, në përshekuj, ka dhënë bejtë të tij më të mirë për lirinë e Adheut. Po kështu sot ka ndarë pjesë evokimesh edhe bashkëluftëtari i heroit Elezi Kurmishi, ku evokoi momentin e rënies së tij në krye të detyrave dhe kur jemi rikthyer nga Kriomiri në varrimin e Alushit, e kemi shpallur që atë ditë e rënies edhe dëshmor të Adheut, tha ai. Alushi ishte një veprimtar i pathyeshëm dhe tregoi pikërisht para 33 vjetë këtu. Atë ditë ishte dita më e vështirë. S'po du me përsërit fjallët e Rushdiut, por ka qenë të orë në Krejmer. Dhe atë natë, në rrugë është kthy. Dhe kemi bu në Krejmer, kemi ardhë, kemi bu përgatitjen e varrimit, kështu që aty komiteti kombëtar, shqiptar për bashkimin e trujeve, ka shpallë dëshmor. Është shoqërinqëzimi,
dhe ta krahasojmë para 33 vete, këtu ju kanë kërcënuar Aloshi, nuk i ka dërzu. Alosh Kryeziu ka qëndru para 33 vete. Prandaj ati lavdi i qoftë, na të mirët që sa kemi ditë, sa kemi mujt, nuk e kemi ndalë për asë një qast. Lavdi i veprës heroike të Alosh Kryeziu. Kurse i biri i erojit Petrit Kryeziu me këtë rast në ditën e sotme tha se sakrifica e dëshmorëve është amanet që ta ndërtojmë të ardhmen e këtij vendi, duke mos e harruar rrugën e së kaluarës, dhe kjo krenari na mban e na bën krenar. Sakrificën e popullit shqiptar mbi të gjitha dëshmorëve, vendosmëria dhe guximi i tyre kanë bërë që Kosova të jetë lirë e pavarur, po ashtu edhe krenare. Sakrifica e dëshmorëve padyshim që është amanet për ne që ta duam këtë vend, ta ndërtojmë të ardhmen ashtu siç ata e dëshën. Gjithmonë duke mos e harruar të kaluarën, rrugën e përcimi kemi kaluar dhe padyshim duke ndërtuar një të ardhmen me dashuri, vendosmëri mbi të gjitha me krenari. Kështu që ne jemi falënderues gjatë dëshmorëve, na mban krenaria dhe padyshim që jemi falënderues ndaj secilit që nuk e harron të kaluarën dhe padyshim që jemi krenar që do të na mbajë kjo krenaria në të ardhmen. Në këtë përvjetor morën pjesë shumë ish komandantë luftës dhe ish luftëtar të ditëve të para për lirinë e Kosovës.